Rriti po zihen nga një deklaratë e Egla Cenës në të cilën duket se thumbon Ema Andrea. Në puntatën e fundit të Goca dhe Gra, studioja u ndes për pak minuta. Ajo që nisi si një diskutim i zakonshëm përfundoi në një debat që askush nuk e kishte parashikuar. Arsyeja, trajnimi motivues që Ermal Mamaqi do të zhvillonte këtë fundjavë. Ermali foli me tonin e tij të njohur, energjik, i bindur se seminari do t'u tregonte njerëzve se si të përmirësonin jetën, marrëdhënien me veten dhe mënyrën e të jetuarit. Madje ai shtoi se aty do të jenë të pranishëm dhe shumë vipa. Më pas ju drejtua aktores së njohur Ema Andrea duke i thënë: "Do më dëgjosh 2 ditë dhe unë do të tregoj se çfarë mund të bësh më mirë me jetën tënde." Por në atë moment atmosfera ndryshoi. Ema nuk e priti. Ajo u kthye me përgjigje të qartë, të prerë pa asnjë filter. "Me thënë të drejtën, tani e kuptova pse je në këtë situatë. Ti mendon se çdo gjë që thua u shërben të gjithëve? Çfarë bëj unë në jetë e kam zgjedhur vetë dhe jam e suksesshme me këtë. Kam gjëra më të rëndësishme për të bërë." Fjalët e saj ranë si një goditje. Publiku u tërhoq menjëherë pas ekranit. Paneli heshti disa sekonda dhe debati shpërtheu në rrjetet sociale. Por historia nuk mbaron këtu. Pak orë më vonë, aktoria tjetër Egla Ceno postoi në profilin e saj një tekst të shkurtër por të fuqishëm që shumë e kuptuan si një kunjë ndaj Emës. Kjo për arsye se dhe Ermali e bëri ripost në profilin e tij. Po, çfarë shkroi më konkretisht Egla? Ermal, nuk të falet. Ti tashme duhet ta kishe kuptuar se disa artistë nuk kanë kohë për të mësuar diçka të re, por gjejnë kohë për të dëmtuar punën e një artisti tjetër. Je ndier ndonjëherë gjeni me kohë të plotë Ermal? Jo, atëherë ç'ke? Rri aty. Gjej mënyrë si të përmirësosh veten dhe rrethin tënd, se ti se ke idenë e suksesit. Disa artistë e masin suksesin me sa njerëz në vlerësojnë, jo me sa gjëra mësojnë. U bëre ti Ermal, ti se ke idenë fare se kur ndihesh Mozart, gjërat e reja të duken si kurs piano për fillestar. Je ndier ndonjëherë Mozart ti Ermal? Jo. Atëherë ç'ke? Ka artistë Ermal që nuk ka nevojë për zhvillim personal, sepse e kanë arritur perfeksionin. Disa të tjerë e konsiderojnë për ulësinë si fyre personale. Po nga ti dish ti këtë gjëra Ermal, ti e ke menjen të investosh te vetja dhe jo të bësh sukses. Ndërkohë, e kontaktuar nga moderatori Ronalda Sharka për të dhënë një reagim, Egla Ceno shprehur: "Nuk ka lidhje me emra, ka lidhje me qenien njerëzore." Të kujtoj një letër që Anthony Hopkins i shkroi kolegut të tij. Aty e gjen përgjigjen. Një njeri i plotësuar mund të përkulet me dashuri para talentit të dikujt tjetër, kështu njihen të mëdhenjt. Nga fjalët që ngrenë, jo nga fjalët që ulin. Të tjerët vijnë sipas radhës, poshtë. Ndërsa Ema Andrea e kontaktuar, po nga ky emision, tha që nuk kam asnjë koment dhe nuk kam konflikt të mëparshëm me Egla Cenën. Le të shohim si do të vijojnë ngjarjet në vazhdim.